Prej lutjeve, prej duave më të mira që mundesh me ba është me lexu surën El-Fatiha, Elhamdulillahi Rabbil Alamin deri në fund. Kjo është prej lutjeve të veçanta, por ata na ka obligu Allahu Azza wa Jall me lexu në çdo salat. Duke nis prej Elhamdulillah, prej këto që ka thënë Muhamedi alayhi salam, është lutja më e madhe, Ihdina as-siratal mustaqim deri në fund, është lutje. Kështu që kur të thosh në salat thuje si sure, po edhe dije që është lutje, për shkak se e ke vrejt. Na kur të thojmë ti qysh kur nuk e vrejnë ato që na e thojmë si lutje. Na e thojmë ma shumë si të këshyrëm cilë pe kem zanin ma të mirë. Ama që me e thonë si lutje, me ndje që është lutje, rrallë në herë ndjen. Kështu që ti për vete, na për vete po folëm tash, të mësojnë edhe të dina që është lutje, dhe kur të thojnë në sale, e thojnë për lutje. Normal është sure, mirë për edhe është lutje, prej lutjeve më të veçanta, por ata Allahu Azza wa Jall na ka bë obligim me lut në çdo sale Allahu Azza wa Jall me ta. Domethënë, në sale edhe jashtë sale mundesh me thënë surën Elhamdulillah për lutje. Qysh je don më lut, e thu surën Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahu Azza wa Jall na pranon lutjet tona.